Vetëm pak orë para prajmit të sotëm, kurioziteti se kush do të largohet mes Danjës, Eglit, Gjestit, Laertit dhe Valbonës, Olës dhe Rozanës është tepër i lartë. I konsideruar si një nga nominimet më të forta në këtë pikë të lojës, sondazhe të shumta janë hapur për të pyetur publikun se kush do të largohet dhe përqindjen më të lartë shti asnjëherë më parë e ka Ola me 56% të votave, e ndikur nga Danja me 25% të votave, më pas Egli me 19% të votave për të larguar, e më pas banorët e tjerë si Gjesti, Valbona dhe Laerti si konkurrenti vetëm, dhe Rozana me 0% të votave për të larguar. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, ashtu siç ndryshojnë edhe dinamikat e lojës. Kujtojmë se këta banorë shkuan në nominim nga një mënyrë e veçantë e vllait të madh. U të ndarë në 3 grupe, banorët duhet të zgjidhnin emrin e një banori unanimisht. Grupi i parë zgjodhën Olën, i dyti Valbonën dhe Laertin, ndërsa i treti nuk ranë dakord dhe shkuan të gjithë në nominim, Rozana, Egli, Danja dhe Gjesti.